Pra, prej edukimeve të sahabeve cila ka qenë, është t'i përmbahen lutjeve të Muhamedit alayhi salatu vesselam në tekst. Njeriu të ndërum xhamat nuk do më thanë mos më lut me fjalët e veta, për kërkesat e veta. Normal, ti e di çka duhet, por ajo çka ka bëu dua pejgamberi alayhi salatu vesselam është më e mira, se përfshin kërkesën tane dhe shtesa, sepse ai e njeh Zotin më mirë, ai din me lip më mirë, ai e din hakin Allahut më mirë. Andaj shiko Muawija, ka qenë njëri meçëm, ka udhëheq shtet. E ka krijuar shtet i cili ka udhëheq me vite të tëra. Mirë po, kur hip në minber e bënte një dua në xhuma dhe thonte këtë dua e ka mësuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Cila ishte kjo dua? Thot Muawija radhiyallahu anhu, e kam dëgjuar pejgamberi alayhi salatu wassalam duke e bërë këtë dua. Ka thënë la mani'a lima a'tait. Vini rejtë të ndërum gjumat, çdo lutje pejgamberit alayhi salatu wassalam është mësim, është Kur'an, është hadith, është tauhid, është islam, është tërvije. Ka thënë alayhi salatu wassalam dua: o Zot, s'ka kush e pengon atë çka e jep ti. Çka çfarë duaje? Nuk ka dikush çka e pengon atë çka e jep ti. Pra nëse ti o Zot ki vendos dikujt mi dhon diçka, la mania, kjo e mutlak, e mohon mundësinë e pengimit. S'ka dal krijes që e pengon atë çka Zoti do m'ia dhon dikujna. Ban çka dush, së nja merr riskun dikujna, dhe le të bojnë çka dojnë, së ta morr riskin tanë. Ligji Allahu subhanahu, la mania lima a'tait. Atë çka jep ti o Zot, kjo ligj, kjo besim. Na besojmë se atë çka na e ka shkruajtur Zoti s'na merr dikush, dhe atë çka s'na e ka shkruajtur Zoti s'na jep dikush. A mund është i mja mor miliarderit riskin, së një merë. Së mundët fukaraja në të baje, qëfar doje manovra, së në merë, je ka shkujt Allah i dikuj tjetër. La mani alima atajt. Ka thonë nuk ka mundësi me ta morë dikush, atë qka ta jep Zoti Gjelle Gjelalu. Wa la mu'ti, dhe s'ka dikush që ta jep, ma mana'ahu Allah, atë qka Allah e ka pengu. Zoti s'do me ta thonë, që që merë ti? Shiko për shemull, kjo vlen për gjithë shka, për risk, për autoritet, për nder, për ftyrë, për gjithë shka. Allahu Gjelle Gjelalu ka dhënë autoritet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Wa rafa'na laka dhikrak, ta kemi ngrit lart emrin o Muhammed. S'ka e zan vetë se thirët o ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj, zdo muezin, kitë dunjaja, thot dëshmoj se Muhammedi është i dërguar i Allahut. Ja ka dhënë këtë autoritet. A mundet dikush që tu Muhammed me shti diçka tjetër? A mundet me shti, ase Bubekrin së nështi, ase Umerin së nështi? Shkaja, ajo në veç Muhammed. Wa rafa'na leke ty ta kena ngrit namin. Sa fushata bëhet, sa abuzimi bëhet, sa televizioni munohet, Muhammedi kështu, a martu kështu, a bëhet kështu. Këtë e kje, Allah i ka dhënë nam. Sa njeri munohet me shumë fushata me ngrit, filani i meqë me këtë. Nuk thuhet për ta kur gjonë për vetë se sa hakan. Shikoni të ndërum gjumat, la mani alima atajt. Allahu gjeva ka bu liqë, së ne pengon, ka thënë Muhammed sallam. O Zot, kur së ne pengon, atë shka e jep ti? A unë ja merë ti namin pengamberit alayhi salatu wassalam? A ka diku që ja merë? Sa televizion, sa karikatura, munohen me vizatu kështu e me vizatu ashtu. Pra pa jetë Rasulullah i dërguri Allahut, zemra ti nështrojnë me dashnia tina. A dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, hadith kanë zirë Imam Bukhariu, Allahu e jep me butësia që ka nuk e jep me dhunë. Sta jebbe me zërë, kur gjasën merë, o, insan merë, me shtinë e kokë, në kokën tane, kur gjasën ki me morë me dhunë, posa që e ka shkujtë Zoti. Vetë Zoti që e ka shkujtë. As një dinar ma shumë, as një gram ma shumë, kur gjo. Allah i ka dhënë autoritet Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe autoritetit i është patë sënushëm, nuk shbret kur qish. Plot fushata ka, plot libra ka, shkrujnë për ta, shka s'kan shkrujt për ta. Elhamdulillah që edhe shumica e muslimanëve as nuk e di që ka shkrujt kundër atina, se Zoti e runat, e run Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo vlen për krejt. Wallahi s'ne merr një gram më tepër. Ja, ne rahatoju. La mani alima atait. Ka thonë pejgamberi sa dua, o Zot, atë çka ti e jep s'në ta pengon kërkush. A ka më rahat? O vllai ndërum, çat rrezik ka i të hangër, çajo joti. Hiç musu, as musu shqetëso, as musu mërzit, as musu piklo. Krejt që ka kanë dikush tjetër ma shumë, e atinve u kanë.
A e meriton a se meriton? Si e ti, se ti si Zoti. A e kupton ku po përzimi ka një herna? Po se meriton filani. Po a ti t'ka veta ja? Pa që të vetë tyje. Pa edhe qafir me kanë. Pa që të vetë ma tyje se qafiri miliardera, multimiliardera. Pare se disa ka. Ti e shani musliman, me nëzit që ditën. Shka lidhje? Allahu gjelë që ora, e di aj. E di Zoti madhë gjelë gjelë. Dhe e kundër ta ka thonë, së ne jep kërkush atë qka Zoti e pengon. Së ne jep. Ti thuj, ta bojnë me filani, munohë njerëzit me, ta bojnë me filani, zbad me nuk bad. Sa njerëzit kanë menu për para, t'ja rëzojnë imam blokin filanit, t'ja rëzojnë namin filan imamit e Buhanifës e të tjere. Kot Imam Ahmedi të ndërum gjëmat, kër e pytëshnin, thonë të Imam Ahmedi, kër e pytëshnin, qëfar dëshire kije, thonë të, uhibbu en la ja'arifeni ahad, zdu me mdjoft, kërkush. Pa Allah e ka shkujt që të ndryshe. Që ka shkujt? Që mos me kanë dikush që se njët. A ka be dikush që se njët Imam Ahmedi? Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel. Kejtë e njëfni. Edhe ata shka zbesojnë e njojnë. Sepse Zoti ja ka dhonë. Nuk mundë dikush me adhon diçka që ka Zoti zdo. Dhe e kundër ta. A dhe shiko këta imam, Kotë është atë që ka Zoti ka caktuar. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, shteti ka marrë vendim, s'ka ki me fol, s'ka me shkrujt, s'ka këtimja. Kush se një Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ja kanë mledh harf për harfi, se la manja li ma atajt, wa la mu'tija li ma mana'ahu Allah. S'ka dikush që e pengon atë çka e ka shkujt Allahu me dhanë, dhe s'ka dikush që e jep atë çka Zoti ka shkujt mu pengue. Dhe në fund çka tha pejgamberi alayhis salam, thot Muawiya radhiyallahu, wa la yanfa'u wala yanfa'u dhal jaddi minhu al jaddu. Dhe ai çka ka pasuri dhe nam këtë dunja të Zotit, kur gjon nami si ban dobi. Ki nam, s'do ban të Zotit dobi. Të Zotit nuk shkot unë jam profesor, jam akademik, jam hoxh, jam dietar, ja nuk shkot. Këto janë tituj të kësaj bote. Të Zotit veç me takvallok. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma i miri te Allahu pi juve është ma i devotshmi. Kur t'na vesin vorë, kanë e ki Zot, kanë e ki pengamber, kanë e ki liber, nuk mund është me thonë, ka dale me mu se unë e difar titulli kam, ini t'u fol me filan titullin profesor. Profesor lëkit ka me në dunja, hoxha lëkit ka me në dunja, avëz lëkit jetë në dunja. Ajo që ka tjetë cila është pjesë e imanit, kanë e ki Zot kalzona, kanë e ki adhuru kalzona, kanë e ki pengamber kalzona, cila feja jote, kible kanë e ki pas. Ti të tjesin këtë dunja, shumë është mu lafdru me kera, kam pare une. Zban, la yanfa'u minhu dhe l'gjeddu minhu l'gjedd. Qka kiti pare dhe status dhe pesh të kësaj bote, qinat atje zbojnë dobi. Gjuj qinat. A ki po njëri kush kanë haq, kush kanë umra, veshet me ihram. Pse veshet me ihram? Ihram i qka? S'kam qina. Njerëz, nuk kam qina, veç i robi Allahit. Edhe këtë ihram e kam vënu sa mos mu pa avreti, se realisht as kjo sa. Apo një pishkire vënon, për me kalëzu qka? Nuk ka dikush që mundët të Zoti me peshen e vetë të kësaj bote me ndiku të pesha e ahiretit. Dhe tha pejgamberi alayhis salam në fund, wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi din. E kujt Allah ja do të mirën, ja mëson fejen. E kujt Allah ja do të mirën. Pse ka thonë këta minjarë mas kësajna? Për me kalëzu se pozita o kjo, pozita o feja, pozita e ilmi, pozita dëvëshmëria, pozita nderi, pozita fjala e mirë, pozita kur ki ftir, pozita është kur ti. Njerëzit thonë, kjo njëri mirë. E shifni njerëzit pejgamberi alayhis salam thonë, kjo njëri mirë. A ka ma keq me kanë e kundër të runa Zot? Erdha Abdullah ibn Selami te pejgamberi alayhis salam, jehudi prift rabin, lexonte Tevratin. E këshyri pejgamberi alayhis salam dhe çka tha? Vallahi be ftirën e ka të mirë, tha kisore na cak. Kjo pejgamber. Ai s'foli kur gjo. Dhe kështu janë edhe të ndërum gjëma shumë gjëra. Njerëzit s'ka nevojë shumë me fol. S'ki nevojë shumë me fol. E di njerëzit. Ka të anive dhe titullin mundesh me mor haxhi, ti titullin me marr umrexhi, ti titullin me marr namazli, këtë rregulla. Njëri thot po. As to gjë thot kallzojn pazarun e kët namazli çka bën. As kallzojn pazarun. Hajde do të puna e unë të kallzoj çiki. Hajde do të këshirim me graçi sillet kë. As kallzoj. Çe i bie çfarë? Me yuridillahu bihi fi khayra yufaqihu fi din. Allah i kujta do të mirën, jam son fejen, jam mundson me praktiku fejen. Lutim Zotin e Madh, që Zoti i Madh xhel xhelalu të na bën prej atyre të cilët nuk hidhrohen për të asaj çka se kanë marrë.
Pra që e kena marrë që ajo është e jonja. As ka së në marrë nuk është e jonja, du të mu rahatue, sepse nuk ka mundësi dikush me pengu riskun e Allahut, as me shtu riskun e Allahut, dhe pozitat dhe statuset e tona në dunja nuk vlenë kur gjatë Allahut pos dhe vëshmëria. Dhe ajo që ka më e mira është mësimi fesë Zotit Gjelle Gjelalu dhe zbatimi asaj që e mësojna prej fesë Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E lusim Zotin e madh në këtë ditë gjumaja, ditë të madhe, që Allahut na bën prej atyre që e mësojnë fejën, e mësojnë Kur'anin, e mësojnë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Zotin e madh Gjelle Gjelalu që Allahu t'i pason zemrat tona, që Allahu të bareke kjo dhe na bën me qinat e ahiretit, me statusat e ahiretit, jo me statusat të kësaj bote, jo me namet të kësaj bote, por me namë të ahiretit.